Janë ende ditët e para të një realiteti të ri gjeopolitik, por dridhjet e para të konfliktit të Iranit tashmë po trondisin ekonominë globale. Luftrat në rajonin kryesor prodhues të naftës kanë potencialin të prishin gjithçka, nga investimet e tregtia globale dhe inflacioni, duke kërcënuar të zhbëjnë progresin e brisht të qeverive, si Britania për të frenuar çmimet në rritje, ndërsa kampanat e hapjes së ra në tregjet aziatike këtë mëngjes po marrim shenjat e para se si konflikti po dërgon val tronditëse shumë larg. Shumë analist janë të shqetësuar. Në zemër të ankthit janë çmimet e naftës, të cilat tashmë ishin rritur në pritje të trazirave në gjirin persik, dhe në reagimin e parë të tregut ndaj armiqësive, kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar u rritën me 8% më herët në tregjet aziatike. Kjo pasqyron faktin se tregtarët presin që transporti detar përmes ngushticës së Hormuzit të thahet, ndërsa raketat iraniane fluturojnë sipër. Rreth 1/5 e naftës globale udhton përmes rrugës ujore, një kalim jetësor për tregtin botrore. Ky është një lajm i shtrenjtë për vende si Japonia, e cila importon të gjithë naftën e saj, dhe ku indeksi Nikkei dhe monedha jeni Iran. Kontratat e ardhshme të S&P 500 dhe Nasdaq gjithashtu ranë me rreth 1%. Aksionet e linjës ajrore australiane Qantas ranë me më shumë se 10%, ndërsa konflikti pezullon fluturimet dhe mbyll aeroportet në gjithë rajonin e konfliktuar. Ndërkohë, investitorët po vrapojnë drejt obligacioneve dhe arit, të cilat perceptohen si stret të sigurta. Ky i fundit u rrit me 2.3% në $5.380.60 për ons, ndërsa argjenti gjithashtu fitoi 2.1%. Disa banka madje presin që ari, i cili ka gëzuar një rritje të madhe prej 12 muajsh ose më shumë për shkak të paqëndrueshmërisë në tregjet globale, të arrijë në $6.300 për ons deri në fund të vitit. Nëse çmimet në rritje të naftës do të nxisin inflacionin, varet nga sa kohë ato do të mbeten të larta, gjë që nga ana tjetër do të përcaktohet nga sa lehtë mund të kalojnë cisternat në përlindjen e mesme. Por nëse çmimet e naftës mbeten të larta për një farë kohe, pritet që inflacioni të rritet ndjeshëm. Lajme të këqija për familjet që paguajnë në pompat e benzinës dhe supermarketet. Dje Donald Trump tregoi se konflikti mund të zgjasë 4 javë ose më shumë. Një konflikt më i zgjatur nga sa kishin parashikuar shumë tregje, shkruan Sky News, por të tjerët po marrin një perspektivë më optimiste se çmimet e naftës nuk do të rriten në mënyrë spirale. Ed Yardeni, presidenti i Yardeni Research me seli në New York, tha se ata nuk do të habiteshin nëse ndonjë shitje në SP 500 të hënën në mëngjes zhndërrohet në një rritje të nxitur nga pritjet për çmime më të ulta të naftës, sapo të përfundojë lufta e fundit në lindjen e mesme. Çmimi i arit gjithashtu mund të kthehet mbrapsht të hënën, rendimentet e obligacioneve mund të bien për shkak të kërkesës për parajsë të sigurt dhe perspektivave pas luftës për çmime më të ulta të naftës, tha ai.